Rama, të nderuar nën kryetar, të nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës, përfaqësues të medias, të nderuar qytetar, kurumi i domosdoshëm për fillimin e mbledhjes është prezant në sallë, aktualisht nga 51 janë 33 këshilltar, kështu që mbledhjen e këshillit e deklaroj të hapur. Rendi i ditës është si me poshtë vijon, projekt vendim numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026. Projekt vendim numër 2 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Projekt vendim numër 3 për një ndryshim në VKB numër 6 datë 22/01/2020 për rishikimin dhe miratimin e listave të pasurive hyjore dhe kullota që ndodhen brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër me propozimin për ndryshimin e VKM-s numër 433 datë 8/6/2016 për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave bashkive kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër. Projekt vendim numër 4 për miratimin e shtesës dhe ndryshimit të planit në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar me VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Projekt vendim numër 5 për një shtesë në VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Projekt vendim numër 6 për miratim ndryshim plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar me VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Projekt vendim numër 7 për një shtesë në buxhetin e vitit 2026, VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Dhe pika fundi diskutimi është rendin e ditës. Përpara se ta hedhim në votim rendin e ditës, ka dikush diçka nga ana këshilltarëve? Atëherë hedhim në votim rendin e ditës, pro. Atëherë me 35 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet rendi i ditës. Përpara se të kalojmë tek projekt vendimet, do të hedhim në votim miratimin e procesit verbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak datë 30/03/2026. Pro. Kundër. Abstenim. Atëherë me 34 vota pro, një abstenim dhe asnjë kundër, miratohet procesi verbal i datës 30/03/2026. Kalojmë tek projekt vendimi numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026. Do vazhdojmë me të njëjtin procedurë. Edhe pikën 1 dhe pikën 2. Po, dakor, po, do të njekim projekt vendimet njëri mas tjetrit. Zoti Nau, për sa i përket projekt vendimit numër 1, do të njekim praktik, po, zoti Sokoli? Gjithashtu dhe ne jemi pro. Zonja Shestani? Edhe grupi unë është dakord. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 1 për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 35 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kurzuar prandimin ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026. Kalojmë tek projekt vendimi numër 2 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. A do njekëm njëjtin procedurë si mbledhjet e kaluara, zoti Nau, në emër të grupit të PS-s? Dakor, zoti Po, gjithashtu. Po, zonja Shestani? Edhe ne jena dakord, megjithëse ndihma është simbolike, ishte dashur të kenë pak më madhe. Faleminderit zonja Shestani. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 2 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 35 vota pro, miratohet projekt vendimi numër 2 për dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri. Kalojmë tek projekt vendimi numër 3 për një ndryshim në VKB numër 6 datë 22/01/2020 për rishikimin dhe miratimin e listave të pasurive pyje dhe kullota që ndodhen brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër me propozimin për ndryshimin e VKM-s numër 433 datë 8/6/2016 për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike
sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave dhe bashkive kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër. Atëherë nga Drejtoria e Mjedisit do relatoj zonja Shllaku. Po. Fjala për ju. Të nderuar këshilltar, të nderuar titullar të bashkisë. Paraqesim para jush këtë projekt vendim që ka të bëjë me për ta përmbledhur shkurt të gjithë titullin që sapo e lexoi kryetari i Këshillit për azhurnimin e pronave, pyje dhe kullota të Bashkisë Shkodër. Ashtu siç edhe jeni ndjeni, Bashkia Shkodër në pjesë të funksioneve të saj ka dhe administrimin e qëndrueshëm të fondit pyjor, kjo sipas mënyrës përcaktuar me ligj. Në këtë kuadër, bashkitë si pronare legjitime dhe administrator të pyjeve dhe kullotave brenda territorit të tyre administrativ, janë të detyruar të realizojnë procesin e mbarështimit të pyjeve nëpërmjet hartimit të planeve të mbarështimit. Ne kemi miratuar së bashku 5 plane të menaxhimit të pyjeve dhe kullotave, duke i miratuar pranë Këshillit të Bashkisë dhe duke i çuar edhe duke marrë miratimet edhe në Ministria përkatëse. Këto plane si dokument bazë për mbarështimin e një ekonomie pyjore përmbajnë analizën e gjendjes së pyjeve në periudhat ndërmjet 2 planeve të mbarështimit apo inventarizimeve kombëtare. Nëpërmjet këtyre është bërë përditësimi i pjesëshëm i këtij procesi të rishikimit si një detyrim ligjor që kryhet për pronat e bashkisë. Kështu gjatë hartimit të planeve kemi ndryshime në grumbuj pyjor, në treguesit silvoteknik të tyre, që do të thotë dhe në përdorimin e tij. Në asnjë rast nuk kemi ndryshime të kufive të ekonomisë pyjore, ndryshimet janë brenda ekonomive, duke bërë bashkime apo ndarje të ngastrave apo në ngastrave, si dhe duke bërë azhurnime në lidhje me formën e qeverimit apo kategorinë e përdorimit të tokës. Bashkëlidhur është edhe një tabel për të 5 planet dhe për sipërfaqet sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, sipas parcelave të vendimit, sipas planit dhe inventarizimit apo dhe numrin e parcelave. Rezulton që kemi 389 ngastra në ngastra më tepër nga sa kemi pasur në vendimin e Këshillit të Bashkisë të mëparshëm. Kjo reflektohet edhe në numrin rendor përfundimtar të listës së këtyre pronave, e cila ndryshon nga numri rendor i mëparshëm 2299, që ishte në vendimin e Këshillit të Bashkisë numër 6, për të cilin kërkojmë ndryshimin, në numrin rendor 2688, sot mbas azhurnimit të bërë nëpërmjet planeve të mbarështimit. Ndërkohë, Bashkëlidhur ju është dërguar në mënyrë të detajuar sipas çdo ekonomie pyjore me sipërfaqet përkatëse për çdo parcelë dhe kategorikat e përdorimit të tokës. Për sa më sipër, bazuar në dispozitat ligjore të përcaktuara qartë, ju ftojmë në miratimin e ndryshimit të vendimit të Këshillit të Bashkisë të mësipër në numër 6, duke në pikën 1 ku numri rendor bëhet nga 2299 në 2688. Faleminderit. Faleminderit zonja Shllaku. Relatim nga komisioni nuk ka, përveç komisionit të buxhetit dhe financave dhe aseteve, asnjë komision tjetër nuk është mbledhur. Kështu që kalojmë tek pyetjet dhe diskutimet lidhur me projekt vendimin e fjalë. Pyetje? Diskutime? Kalojmë tek mendimi i kryetarëve të grupeve. Zoti No, Si grup shprehim dakordsinë lidhje me projekt vendimi. zoti Sokoli. Njëkohësisht dhe grupi unë është për projekt vendimit. Faleminderit. Edhe ne jena dakord. Atëherë hedhim në votim për vendimi numër 3 për një ndryshim në VKB numër 6, datë 22/1/2020 për rishikimin dhe miratimin e listave të pasurive pyje dhe kullota që ndodhen brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër me propozimin për ndryshimin e VKM-s numër 483 datë 8/6/2016 për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrimin të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave dhe bashkive kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 38 vota pro, asnjë kundër, miratohet projekt vendimi numër 3. Kalojmë tek projekt vendimi numër 4 për miratimin e shtesës dhe ndryshimit të planit në buxhetin e Bashkisë Shkodër, të miratuar me VKB numër 84 datë 18/12/2025, për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Zonja Shoshi, fjala. Po, zonja Shllaku ishte diçka? Po. Është social, po. Okay. I nderuar kryetar, të nderuar nën kryetar, të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, referuar neni 19 të ligjit numër 22/2018 për strehimin social i ndryshuar,
VKM-s 325 datë 29 maj 2024 për përcaktimin e rregullave për kontributin e sektorit privat në krijimin e fondit publik të banesave sociale, Bashkia Shkodër përfiton sipërfaqe ndërtimore apo në këmbim të saj vlerën monetare e cila kalon në llogarinë e posaçme të Bashkisë Shkodër në favor të fondit banesave sociale. Sipas evidencave financiare të viteve 24 dhe 25, janë realizuar të ardhura më të larta se planifikimi. Për këtë arsye, propozohet rialokimi i fondeve të mbledhura mbi plan në një total rreth 70.193.260 lekë në programin buxhetor për përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara. Fondet do të përdoren për projekte strehimi social si ndërtim banesash të reja, blerje banesash në treg të lirë dhe përshtatje objektesh për strehim. Në këto kushte, për realizimin e këtij plani shtesë, propozojmë në Këshillin Bashkiak projekt vendimin për miratimin e shtesës dhe ndryshimin në planin e buxhetit të Bashkisë Shkodër për vitin 2026 i ndryshuar për programin për kujdesi social për përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit. Faleminderit zonja Shoshi. Relativ me komisioni nuk ka, kalojmë në pyetje dhe diskutimet nga ana këshilltarëve në lidhje me projekt vendimin në fjalë. Pyetje, diskutime. Po, zoti Bianco. Atëherë përshëndetje, gjatë mbledhjes në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës, ne shtrum disa element që kanë të bëjnë me burimin e këtij financimit që lidhet me ku janë marrë praktikisht, ku janë marrë këto para që do të përdoren për këtë gjatë, që ne nuk kishim ndonjë kundërshtim faktikisht për destinacionin e tyre, por për burimin. Domethënë që ne kemi miratuar një buxhet, këto element që lidhen me buxhetin janë na u thallë aty, janë paksime, janë teprica dhe por e pa specifikuar konkretisht. Edhe për shkak të rregullave të menaxhimit financiar, edhe të licitacionit për buxhetin, gjithmonë kur kemi paksime në zëra të caktuar, duhet të evidentohen në mënyrë të qartë se ku merren këto para dhe pse këto para kanë tepruar. Na sjell një informacion me anë të emailit. Konkretisht thuhet që këto përfaqësojnë teprica aktivitetesh, teprica nga procedurat e prokurimit të realizuara gjatë vitit 2025. E kuptoj tepricat nga procedurat e prokurimit, iherë me thënë të drejtën, unë nuk e di se nga ka ardhur kjo shkresë, por terminologjia e përdorur për një dokument financiar është kuku me det. Domethënë të përdoret përfaqësojnë teprica aktivitetesh. Se çfarë do të thonë teprica aktivitetesh? Ta specifikoj, nuk duket serioze për një shkresë zyrtare drejtuar Këshillit Bashkiak. Kjo lloj forme, teprica aktivitetesh. Se ka lidhje me financat dhe buxhetin kjo, teprica nga procedurat e prokurimit. Edhe këto, njëra do të ishte që relacioni me që e kanë cilësuar si shtesë relacionit, të na vinte në një formë shumë më serioze, me terminologji shumë të saktë, dhe gjithashtu edhe të specifikoheshin çfarë do të thonë teprica aktivitetesh, sepse ka planifikim buxhetor, ka aktivitete të realizuara dhe o ka problem në planifikim, o nuk është realizuar aktiviteti dhe specifikisht se cili nga aktivitetet nuk është realizu. Sepse nëse ecim me terminologji teprica aktivitetesh, do të thonë që kena pas aktivitete me bollek, apo nuk janë realizu, apo ju lutem qofse është e mujtur, qofte edhe në mbledhje, dikush nga Drejtoria e Financës na jap edhe një shpjegim edhe për këto terma të përdorur. Faleminderit. Shkresa besoj ka ardhur me vullet me firmë, Shkresa që është përcjell ju është me vullet me firmë. Është nga titullari deleguar nga kryetari i bashkisë, natyrisht, por informacioni që ka gjithë shkresa
është vetëm të pritës aktivitetesh dhe të pritës prokurimesh. Është që do me thonë autori, ju lutem na tregoni. Mirë, nga drejtoria e buxhetit ku do hapen sqarimet. Po Blerta, lutem, Jeta. Përshëndetje. Në fakt ne kemi miratu realizimin e buxhetit vitit 2025 dhe është paraqit patjetër është bërë dhe publike në website-in e Bashkisë Shkodër, monitorimi. Kështu që të gjithë këto fonde janë sipas le të themi programeve dhe çdo program ka fish projektet e miratume ku janë teprica fondesh qoftë nga teprica sipas tenderimit prokurimeve. Në momentin që bëhet prokurimi, po kështu kemi kontrata, përsëri ka tepricë nga realizimi i kontratës, le të themi kontrata sa ka qenë, dhe fakti për sa i përket dorëzimit të faturës. Prandaj ndodhemi le të themi para këtij fakti që sipas programeve, duke i marrë domethënë tepricat e këtyre fondeve, është bërë kjo le të themi diferencë duke paksuar programet në nivel programi dhe duke i shtuar tek projekti për sa i përket banesave sociale. Po, Qofse lejohem, edhe që ndoshta mund të bëjmë edhe një lloj dakurësie edhe për herë tjera kur na paraqiten këto lloj ndryshimesh që prekin buxhetin, ku ka paksim për secilin zë duhet të evidentohen se ku kanë ndodhur këto teprica edhe të thuhet pra në këtë prokurim publik nga fondi limit kaq është lidhur kontrata me një vlerë të ulur për shkak të garës, edhe ka të pru kaq. Nga ky aktivitet, për shembull, nëse ne flasim për aktivitetet, bën fjala nëse janë heq nga aktivitetet social-kulturore, sepse këtu kemi probleme nga më të ndryshme. Se nëse janë heq për shembull bandes së qytetit që ka probleme me pagesat. Se këtu për këtë qëllim është këshilli dhe ky është monitorimi që mund të realizojnë këshilli në momentin kur ka informacion se ku janë marrë këto para. Dhe nëse ne flasim kështu me në vijat përgjithshme, që ka teprica dhe këto teprica na po i hedhim këtu, kjo është, nuk e di, edhe në buxhetin e familjes, besoj, na duhet me fol pak më me përgjithësi për sa i përket këtyne parave të cilat një farë mënyrët është një zë që të cilat nëse flasim për tepricë, pse ka ndodhur kjo, apo është mos realizimi një aktivitetit, pse nuk është realizuar një aktivitet. Ky është relacion për mendimin tim dhe unë besoj që duhet ta bashkëndajmë të gjithë sepse në fundit administrata që paraqet materialin në këshill duhet jetë shumë më e përgjegjshme te ky element. Në fakt, për një ndërhyrje edhe një herë të lutem, thash edhe një herë, ne kemi bërë raportin e realizimit të monitorimit të vitit 2025. Në raportin e monitorimit të vitit 2025 janë të shprehura Nëse janë të raporti monitorimit, sa arrim edhe përsërisim tepricë 300 herë dhe monitorim, atëherë na thuj se ku janë marrë konkretisht dhe jemi krejt okay, asnjë lloj problemi nuk ka dhe vazhdojmë me procedurën e miratimit. Sepse më duket sikur është duke u citu kështu të përsërit. Është raporti, e kemi hall faqen web. Na për këtë punë jemi. Nuk e kemi lexuar, po themi, nuk e kemi lexuar se më duket se nuk është informacioni i qartë. Na sjellni këtë informacion që e kemi kërkuar, na thotë që do t'ju ja dërgojmë dhe gjithë ajo është vetëm një gjys faqe dhe ka vetëm fjalët tepricë prokurimesh dhe tepricë aktivitetesh. Po, dhe janë të realizume sipas realizimit le të themi të gjithë aktiviteteve një për një, pra sipas fisheve dhe sipas programeve është realizimi. Në momentin që këto fonde, këto programe, a ka mundësi përgjigjet dhe mandej ndërhyj. Jemi duke cilat aktivitete nuk janë realizuar. E kërkon të detajume për sa i përket secilit prej aktivitetit që nuk realizuar. A është e mundur një gjë e tillë zonja Mjeta apo jo? Patjetër, është edhe e publikuar në website-in e Bashkisë Shkodër në transparencë, patjetër që janë të gjithë informacionet transparente. Pra i referoni raportit monitorimit. Po, janë të paraqitura. Fakti dhe për sa kohë që është i paraqitur realizimi, patjetër diferenca me për tu paksu, për të shtuar tek programet që ne kemi nevojë.
Është i Dakor. paraqitur, të lutem zoti kryetar. Është i Kë- paraqitur në tek relacioni. Ku ka të pricat? Bashkalidhur projekt vendimit është edhe relacioni i cili ka të specifikum fishet ku kanë tepruar dhe projektet cilë kanë pas të prica. Noshta te relacioni shtesë që keni kërku, mund aty keni është kërku e diçka më parashikuar. detajume që dy javë në dispozicion, por aty ato që ku kanë te ku ka relacioni- të prica, të relacioni janë të specifikuara vetëm ku janë marrë të cili program, po të edhe cili aktivitet, edhe dhe të aktivitete. cili kështu nuk është e parashikuar. E kërkoni me aktivitete përveç Me programeve. aktivitete, procedura prokurimesh, nëse kanë të prica procedurash prokurimesh. Po ajo është në total më Flor, nuk kena si mund ta nxjerrin ata. Është në total nga prokurimet. Një informacion që vjen natyrshëm. Po e di nga gjitha prokurimet kanë tepru një sasi lekësh, nuk mund merret prokurim për prokurim, më duket pak e Po tepër. minimalisht, po Mirë. një tërsi. Po zonja Shestani. Atëherë, po thuhet një plan shtesë faktikisht, do më thonë pranojmë që kena pas një planifikim fillestar të dopt, dhe pse nuk është parashiku qysh në fillim vitit, kam unë pyetje, do më thonë qysh në fillim në buxhet, se po fillojmë në ndryshojmë buxhetin të shepar, edhe pse gjithmonë kena ndërhyrje. Kja është njëna pyetje. Tjetra është një mundësi kreditimit që thuhet rreth 300 milion lek, si mas këtij relacioni që na kena. Unë kam i pyetje, apo hyn bashkia në borxh, kështu? A krijohet mundësia që bashkia me hin borxh edhe kush ka me e pagu nesër këtë? Dhe pyetja e tretë e fundit është si kanë përzgjell përfituesit nesër, cilat kanë me kanë kriteret dhe sepse në vendim nuk thuhet kush, adin thuhet një grup i madh, po nuk thuhet kush edhe sa. Faleminderit. Mirë, zonja Shoshi. Atëherë, për të bërë më shumë një sqarim dhe të parashikimit. Në VKM-ja për kalimin e fondit të 3% në vlerë monetare është miratu në maj të vitit 2024. Dhe për këtë arsye, parashikimi për vitin 2024 ka qenë 0. Për pasoj nga maj 2024 dhe deri në fund të vitit janë mbledh të ardhura më shumë 35.529.640 lek. Gjatë vitit 2025 ne kemi pas një parashikim për 30 milion lekësh. Janë mbledh më shumë gati 2 fishi gjatë gjithë vitit 2025. Dhe për këtë arsye, këto shuma të tyre 2 viteve po i mbledhin bashkë për t'i alokuar në fishën e posaçme dhe për t'i futur në përdorim, që janë totali 70.193.260 lek. Nga këto, vetëm 10% e kësaj shume është ajo nga teprica prokurimeve të aktiviteteve të realizuara gjatë vitit 2025, të cilat janë rakorduar të gjithë drejtoritë respektive. 39.500.000 janë nga fondi i kontingjencës i vitit 2025. 90.817.789 lek janë të ardhurar të mbledhura më tepër gjatë vitit 2025. Pra këto janë të 3 në ndarjet e shumës totale. Nuk i parashikume që në fillim vitit, po duhet të shepar në të nërhym në buxhet për diçka të tillë. Kur janë fonde të 2024-2025, pse nuk u parashikune në buxhet? U bëj modës kjo, të shepar në nërhym buxhet, bëjmë shtesa, rialokime, pse nuk u parashikune? Na kena bashkia ka staf për këtë punë. Të ardhurat kanë qenë në vlera të vogla dhe për këtë arsye nuk i kemi parashiku gjithkohës, por kemi lanë deri që të grumbullohet një shumë totale të cilën ne mund ta fusim të në funksion për ta përdorur për fillimin e ndërtimeve të banesave sociale. Pra kjo është arsyeja sepse po bëhet tash, sepse tashmë ne kemi një shumë të konsiderueshme. Më përpara kanë qenë shuma të vogla të cilat kanë qenë të pamjaftueshme për me iniciu një investim serioz dhe madhor siç janë banesat. Se s'mduket Jusif kem shumë ma shumë bindës për kreditimin që mund në thush edhe për përfitusit lutem se sa do t'jetë numri, sa mendoni banesa, sepse nuk gjehet askund në relacion një, do më thonë që mendoni me nërtu kaq banesa, me ble kaq banesa, ku diun, kaq persona, kaq familje, sepse normalisht duhet mu bën një planifikim për para. Dhe cilat do t'jenë kriteret e përzgjedhjes së këtyne që përfitusve.
Atëherë, kriteret e përzgjedhjes së përfituesve janë përcaktuar me ligj dhe nuk janë kritere të reja, janë të njëjtat kritere ekzistuese që kanë qenë dhe më përpara për përfitimin e një banese sociale. Për sa i përket projektit, ne jemi në fazën e hartimit të detyrave të projektimit nga zyra e projektimit e Bashkisë Shkodër dhe po projektohet projekti për të futur në tenderim. Në momentin që të projektohet dhe të dalet planifikimi, do t'ju japim dhe një përgjigje sa banesa konkrete dalin nga buxheti që ne kemi. Sot s'dim alo. Për kreditimin, mundësinë e kreditimit? Akreditimit të personave. Jo, thuhet një mundësi kreditimi deri në 300 milion lek, relacioni e ka këtë. Nuk e kuptova, me thënë. Të kredive, po thujtë për kredit. E kreditimit deri në 300 milion lek. Duke diçka serioze, sikur bashkia po hyn, por ja desha shpjegim për jush. Sikur bashkia po hyn borxh, e kush e pagun nesër? Jo, nuk është. Pyetje dhe diskutime tjera në lidhje me projektvendimin? Po, zot Jana Mali? Nuk e kam këtë lloj. Mama. Një pyetje në mbledhjen e Komisionit Buxhetit, u tha që ky fond, pra ky ndryshim që është realizuar tek për banesat sociale, është dhënë si prioritet. Pra për banesat sociale. Pra ideja ishte pra pse ishin kaluar këto lek tek për banesat sociale dhe u tha si prioritet i bashkisë. Doja dija mi çfarë bazë dhonash jeni mbështetur ju që keni arritur në konkluzionin që duhet të ishte ky prioritet dhe jo për shembull për godinat e qendrave shkencore që për hir të vërtetës, sidomos në njësitë administrative janë pothuajse çamedi. Atëherë, fondi 3%-shit është një fond i cili është i Nuk jemi të kërkon për fondin 3%-shit. Jeni duke fol për tepricat, për këto që janë të kalu nga tepricat ju shtu fondit për banesat sociale. Atëherë, ky fond është një fond i cili në total është fondi i mbledhur nga 3%-shi. Pra për një fond i destinuar për të përdorur për banesat sociale, që është mbledhur nga akumulimi i të 2 viteve. Atë pjesë e diune, jam të pyet lidhje me fondet që janë të realizuar, pra janë të marrë nga teprica që kanë tepruar. Nëse mundem. Kryetar. Po. Atëherë, nëse mundem të përgjigjem? Po. Atëherë, bëhet fjalë që në prezantimin e projekt buxhetit për vitin 2026 është bërë me dije se Bashkia Shkodër ka marrë nismën për ndërtimin e disa pallateve për nevojat për strehim. Dhe nisur pra këtij fakti, patjetër edhe rialokimet dhe tepricat do të shkojnë për këtë qëllim, në mënyrë që domethënë të japim kësaj shtresë mundësinë që të përfitojnë sa më shumë banesa. Dhe fakti që ne kena paraqitur që në projekt buxhet objektivin ton për ndërtimin e këtyre banesave, patjetër është edhe prioriteti ynë që këto fonde të prica t'i realokojmë në këtë drejtim. Okej. Pra ju thoni që një ndër të dhënat, po themi ne, për realokimin e këtyre fondeve tek banesat sociale është një dhënë sepse ka rritje të kërkesave për banesat. Pra ka rritje. Është hera ka rritje kërkesave dhe është hera parë që bashkia po ndërton godinat të reja. Nuk diskutoj atë pjesën, do thonë ka rritje për banesat sociale. Okej. Faleminderit. Kalojmë tek vendimi kryetari i grupeve, zoti Ndov. Si grup jemi dakord lidhje me projektin. Zoti Sokoli. Gjithashtu dhe ne jemi pro. Zoja Shestani. Ne abstenojmë, nisur nga fakti se gjendena me një buxhet pa plan, pa transparencë për përfituesit, pa shifra të qarta për rezultatet dhe pa një plan të plot. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 4 për miratimin e shtesës dhe ndryshimit të planit në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar me VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Pra,
Abstenim. Atëherë me 28 vota pro, 10 abstenim, asnjë kundër, miratohet projekt vendimi numër 4 për miratimin e shtesës së ndryshimit të planit në buxhetin e Bashkisë Shkodër, të miratuar me VKB numër 84 datë 18/11/2025, për miratimin e buxhetit të vitit 2026 të programit buxhetor fatmesën përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër në Shuar. Kalojmë në projekt vendimi numër 5 për një shtesë në VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 të programit buxhetor afatmesë përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër në Shuar. Zonja Shllaku, fjala për ju. Faleminderit. Të nderuar këshilltar, dhe njërin të nderuar titullar të bashkisë, ashtu siç jeni në dieni, bashkia është përfituese dhe nënshkruese e memorandumit projektit Bashki me shfrytëzim inteligjent energjie. Nëpërmjet këtij projekti, Bashkia Shkodër përfitoi fondin prej 64 milion lekësh, rreth 65 milion lekë të reja, fondi i cili u përdor për përmirësimin e ndriçimit rrugor për 17 akse rrugore në qytetin e Shkodrës me një gjatësi rreth 9 km rrugë të ndriçuara me ndriçim LED. Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, bashkia bashkëfinancoi me një fond nga buxheti i saj për realizimin e 12 projekteve, sepse 5 projekte tjera i ka realizuar me specialistët e vet. Meqense ky ishte një projekt me bashkëfinancim, duke përfshirë si fondin e projektit, pra në formë cash, ashtu edhe in kind, bashkia ju drejtua me një shkresë Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës që të na mundësonte pjesën e bashkëfinancimit. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën e saj të vitit me shkresën e saj ka miratuar kërkesën tonë, duke na vënë në dispozicion një fond për pagesë bashkëfinancimi për projektin Bashki me shfrytëzim inteligjent energjie në vlerën 10.126.800 lekë. Aktualisht jemi në përmbyllje të projektit Bashki me shfrytëzim inteligjent energjie, për këtë arsye kërkojmë sot që këtë fond ta përdorim përsëri për të njëjtin qëllim, investime në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie për të përmirësuar ndriçimin rrugor në rrugën Isuf Sokoli. Bashkëlidhur është fish projekti i cili ka të përcaktuara fondin për mbikëqyrje, fondin e investimit. Ky fond do të përfshihet në programin planifikimit dhe kontrollit territorit dhe mjedisit për projektin investime në kuadër të projektit Bashkisë Zgjuara Energjie. Përsa më sipër, bazuar në dispozitat ligjore të përcaktuara edhe në projekt vendim, kërkojmë miratimin e shtesës në buxhet sipas tabelës bashkëlidhur. Faleminderit. Faleminderit zonja Shllaku. Pyetje diskutime lidhe me projekt vendimin fjalë. Zoti Pashkuku. Po, të relacionin si keni sjell, thotë janë rreth 17 projekte në qytetin e Shkodrës. Bashkia e Shkodër nuk përfshin vetëm qytetin, Bashkia e Shkodër përfshin në njësitë administrative. Paktën në një projekt ishte në njësi administrative. Janë 9 kilometër. 9 kilometër rrugë në qytet, sepse ky është një projekt i nisur në vitin 2022, për të cilin ka një e kuptoj, po ka një deadline të përcaktuar në marrëveshje, prandaj të parën gjë që kam thënë është marrëveshja. Megjithatë, ndriçuesit që mund të hiqen nga qyteti do shkojnë në për komuna sepse kështu është vendosur. Kështu që domthon çamet në qytet, si është të pricat shkojnë në përgjithësi. Nuk është se çfarë mbetet në qytet, sepse ato janë aktualisht. Shumë mirë që janë 17 projekte, por në 17 paktën s'kemi mujtë një në njësi rrethina. Ato do vajten si Jo, nuk kemi mundur për ta bërë në rrethina, në lagje Shkodrës më çu në për njësi. Nuk është vetëm për çfarë ka mbetur, sepse ato janë në funksion dhe fakti që është në funksion dhe që vendosur. Ata kanë një afat, ata kanë një afat përdorimi. Jo, nuk janë ata lloj ndriçuesi që të kenë një afat. Janë ndriçues halogjen ato që mund të përdoren për të vendosur në njësitë administrative, gjë që nuk përbën, besoj se është ndonjë problem. Ashtu siç janë edhe në të gjitha rrugicat e tjera të qytetit Shkodrës, sepse jo të gjitha rrugët e qytetit Shkodrës janë aktualisht ndriçuara me ndriçimin LED. Janë edhe me ndriçim halogjen, por se të gjitha rrugicat. Atëherë te takset e bashkisë Shkodër, banori i Velipojës dhe banori i Thefit paguajnë taksën e ndriçimit. Më fal, këto nuk janë me taksat e bashkisë, është donacion, Po flasim për një marrëveshje dhe një donacion të bërë për të cilin është vendosur se ku do të bëhet. Ata çfarë depojnë për qytetit? Po kur të ishin nga qyteti normal që do të shikohen. Edhe unë meqense ju mendoni që te taksat e Bashkisë Shkodër, bashkë me taksat e Prono,
është edhe taksa ndryshimit publik. Që banorët i Nëse- paguajnë. Jam dakord, po nëse do t'i hyjmë asaj takse Po mirë, më thash nga 17 projekte të paktën 17 projekte janë realizuar në shumë mirë qytet. si janë realizuar, Po, po paktën në një njësi. Mirë, falenderoj zoti Faleminderit. Pyetje diskutime të tjera nuk ka. Zoti Ndo, lidhe me projekt vendimin fjalë. Jemi dakord me projekt vendimin. Zoti Sokoli, Gjithashtu dhe ne. zoja Shestani. Faktikisht me ta po boj pyetje, po s'ka problem, deshta me pyet pse është prioritet ajo zonë dhe jo tjera dhe çfarë mendohet për pjesën tjetër të qytetit faktikisht. Më fal, cila pjesë? Po flasim rruga Isuf Sokoli, po. Sokoli. Mund të hapësh një hartë, të lutem? Është e përcaktuar, dhe prandaj kam vendosur hartën sepse e dinja që do ndodhin këto pyetje. Të gjitha të bëra me vijën blu janë 17 rrugët e bëra. E bëra me ngjyrë jeshile, vija me ngjyrë jeshile është rruga Osokuka, që është e planifikuar tash për të bërë. Jo, me jeshile është rruga Osokuka. Me të kuqe është rruga Isuf Sokoli, është një nga rrugët e mëdha të qytetit, e cila duke u bashkuar me këtë pjesë dhe po ta shohim bashkohet edhe me Unazën, janë një rrjet rrugor për të cilin nuk kemi nevojë e lidhim nga ana teknike. Pra, është një zgjedhje teknike që na përshtatet edhe me numrin e banorëve të asaj zone. Po të shohësh të gjithë zonat janë pothuajse të ndriçuara dhe të kapura. Për këtë arsye është vendosur rruga, sepse edhe fondi nuk mund të kapim një rrugë që të bëjmë gjysmën e rrugës, sepse 10 milion lek shërbejnë afërsisht për vendosur 43 ndriçues. Duke i shumëzuar me afërsisht 30 metër që do të vendosen larg, e me radhë kapet një aks rrugor i plot. Ndoshta mund të mendoheshe për dikë tjetër, por për ndonjë rrugë tjetër, por ndoshta nuk na arrin gjatësia, nuk na përputhet lloji i ndriçuesit, nuk na përputhen shumë gjëra. Pikërisht për të realizuar këtë kemi propozuar që do të bëhet kjo rrugë. Faleminderit. Zoja Shestani, në emër të grupit. Okej, jena dakord. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim projekt vendimin numër 5. Ju lutem, hedhim në votim projekt vendimi numër 5 për një shtesë në VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër e Ndryshuar. Pro. Kundër. Atëherë 38 vota pro, 1 kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi numër 5 për një shtesë në VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër e Ndryshuar. Kalojmë në projekt vendimi numër 6 për miratimin ndryshim plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër të miratuar me VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër. Zonja Shoshi, fjala për ju. Zoti kryetar, propozoj të pas parasysh që bëhet fjalë për rekonstruksionin e shtëpisë fëmijës 6 deri në 15 vjeç, ta kalojmë pa relatim, po ta hellim votojmë. Propozimi. Nuk e di, do të marrim edhe mendimet e kryetarëve të grupeve të tjerë nëse janë dakord. Zoti No, në lidhje me propozimin për ta hedhur në votim apo ta hedhim direkt, po. Zonja Shestani. Kena edhe pyetje në lidhje me këtë projekt vendim. Rregull, atëherë zonja Shoshi, fjala është për ju. Atëherë, të nderuar këshilltar, paraqesim para jush projekt vendimin për miratimin e ndryshimit të planit në buxhetin e Bashkisë Shkodër për miratimin me VKB-n 84/18/2025 për mbulimin e detyrimeve që rrjedhin nga projekti miratuar me VKB numër 16 datë 27 shkurt 2026, shtëpia që ndërton të ardhmen rikonstruksion i shtëpisë së fëmijës 6 deri në 15 vjeç. Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, Bashkia Shkodër ka marrë përsipër një sër detyrimesh financiare që nuk mbulohen nga donatori dhe konkretisht ato janë mbulimi i TVSH-s së investimit, realizimi i punimeve të bojatisjes, mbikëqyrja e punimeve, kolaudimi i objektit.
Në mungesë të një financimi të dedikuar për këto zëra brenda buxhetit fillestar, propozohet që mbulimi i tyre të realizohet nëpërmjet përdorimit të fondeve të trashëguara të vitit 2025 nga buxheti i Bashkisë Shkodër, siç është parashikuar dhe në vendimin e Këshillit Bashkiak të miratuar me 27 shkurt, ku është miratuar dhe ky projekt. Për këtë qëllim, propozohet miratimi i ndryshimeve të planit në buxhetin e vitit 2026 në programin për kujdesin social me vlerën totale 4.505.988.9 lekë. Për këtë arsye, për të përmbushur detyrimet të financiare të bashkëfinancimit, ju paraqesim të projekt vendim për miratim. Faleminderit. Faleminderit zonja Shoshi. Pyetje dhe diskutime. Po, zoti Bianco. Atëherë edhe në këtë rast jemi pra nuk kemi asgjë kundër pjesës së ndërhyrjes, sepse është shumë e nevojshme. Problemi më i madh është në lidhje përsëri me burimet dhe me ato që përdoren për ku janë evidentu këto paksime. E kemi kërku relacionin, nuk na ka ardhur vetëm me fjalën teprica aktivitetesh dhe teprica prokurimesh. Ndërkohë, na u tha këtu për pjesën e monitorimit të buxhetit. Faktikisht na ka ardhur, nëse na ka ardhur një informacion nëpërmjet emailit ku na është dërguar mendimi i Ministrisë së Financave në raport me monitorimin e buxhetit. Dhe Ministria e Financave ndër të tjera ka evidentuar ato problematikat që ishin dashur mu evidentu edhe të relacioni faktikisht, sepse këto para faktikisht vinë nga një mos përdorim si duhet i buxhetit të 2025. Dhe për të rikthyer tek raporti i monitorimit, që sjell edhe këto pastaj përdorimin e këtyre fondeve që ne i konsiderojmë teprica, po faktikisht nuk janë teprica, shumica janë mos përdorim, dhe i rikthehemi mendimit që ka dhënë Ministria e Financave në këtë rast. Ministria e Financave në mendimin e vet thot, realizimi i ulët i shpenzimeve totale rreth 61% e planit të 2025, çka tregon probleme me zbatimin e buxhetit. Ministria e Financës evidenton realizim shumë të ulët i shpenzimeve kapitale, rreth 39%, duke reflektuar vonesa në investime, mos zbatim të projekteve planifikuara, dobësi në menaxhimin e tyre. Së treti, Ministria e Financave thot peshë e lartë e shpenzimeve korrente, personel dhe shpenzimeve operative në raport me investimet, duke kufizuar ndikimin e zhvillimit të buxhetit. Së katërti, zbatim i dobët i programeve të caktuara, veçanërisht planifikimi dhe kontrolli i territorit dhe mjedisit, realizim shumë i ulët. Së pesti, mungesë efikasiteti në lidhjen buxhet-rezultat. Pra shpenzimet nuk reflektohen gjithmonë në produkte rezultate konkrete për qytetarët. Së gjashti, dobësi në planifikim dhe në zbatim të investimeve të lidhura me procedurat e prokurimit, kapacitetet zbatuse, planifikim jo realist. Nivel i ulët indikimit të investimeve publike për shkak të mos realizimit të tyre në kohë sipas planit. Pra janë 7 pika që gjehen të shpërndara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Financave dhe është pikërisht pra këto mos realizimi i buxhetit të 2025-s që ne dojmë me ikë me një fjalë aty, hajtë si s'ka rëndësi se ku i kemi marrë, sepse janë pakica, janë këto teprica të aktiviteteve dhe prokurime publike, por janë kryesisht mos zbatim. Dhe për këtë arsye ishte dashur që të jemi edhe të sinqert në raport edhe me relacionin e kërkuar. Faleminderit. Nëse mundem, Po është bashkëfinancim duket e? jo, nëse Zonja Shosh, është bashkëfinancim, është qarut, a bashkëfinancim Jo, nuk përsa ka- përket çfismisë apo atë ja? që i referohet zoti Bianku është në vazhdim asaj që tha pak më përpara. Duhet të ndërhyj faktikisht gjitha këto paksime janë në projekte të realizuara, që tendrat e tyre nuk janë fituar me 100%, janë fituar gjitha me 20 deri në 30% më Po pak. nuk është thënë kështu pra.
Nuk është thënë që këto janë pakica prokurimesh për Janë shkak programet, po janë nuk dhënë është- programet, po pakica të Po ti- projekteve, po të ishte Te pak, vetë po të ishte shkresa që na ke teprica. dërgu, nuk është të thanun kështu. Nëse Sepse thuhet do të ishte teprica, thanun nëse kështu, okay. zoti Bianco, ne e kuptojmë krejt mirë. Tepricat është diçka që ka tepru për një projekti. Nuk është diçka që nuk është realizu. Është realizu, por tenderi është fitu me 20 deri në 30% më pak. Dhe këto janë teprica të këtyre projekteve që ne sot po rialokojmë dhe po i drejtojmë. Të parat për strehimin Aktivitete apo prokurime, sepse janë Pro- dy gjëra të ndryshme. prokurime në ato projekte që kena pas. Sepse është edhe çose po imo- aktivitete. Pra Lutem. një pjesë të këtyre aktiviteteve, jo më thjesht për transparencë, domethënë. Janë Një të pjesë pro- të aktiviteteve lidhen edhe me jetën kulturore të qytetit, që nuk Po edhe ato prokurohen. po jo, nuk janë Po, disa që janë nuk janë prokurime, prokurohen, janë të prokuruara dhe janë teprica në prokurime, që janë fitu 20 deri në 30% më pak. Dhe po rialokohen në projekte që sot kanë një domethënie të caktuar. Njëherë bëhet fjalë për rekonstruksionin të qenës shtëpisë fëmijëve, tjetër bëhet fjalë për strehimin social. Po, zoti Bashi. Pyetje për nën kryetarin me që e preku tash fond, projekti që ka mundsu ambasada japoneze për mëshimin për rekonstruktimin e shtëpisë fëmijës. A ka më shupje me buxhetin që jeni të menuar për me shtu bashkia për me bashkëfinancimin? Ka më shu projekti që ka mundsu ambasada japoneze? Jo. Ky është Nuk ka më projekti. nërshu. Nuk ka më shu projekti. Jo, po tjetër Okej, që pa jo. Ambasada japoneze Ky ka projekt mundsu është- më kriju më bë krejt projekti për 100%. Kena bashkëfinancim. Pra Dhe një ambasada pjesë- kjo një është pjesë- pyetja, po, është po. pyetja. Është- Pra ambasada japoneze e ka dhënë krejt fondin apo ju keni aplikuar që gjys për gjys me fond bashkëfinancim? Që në fillim, edhe kur kena kalu para në vendimin e paraardhshëm, vendimi i Këshillit Bashkiak, e kena sqaruar që është bashkëfinancim. Pa aplikimi, ambasada ka Po, është aplikuar rregull. për bashkëfinancim dhe sot ne po vëmë dispozicion bashkëfinancimin në mënyrë që të vazhdojmë me projektin. Mos kena pengesa. Zonja Shoshi, mundesh diçka tutem? Edhe me VKB-n 16 datë 27 shkurt të këtij viti, ne kena miratu këtë projekt për rekonstruksionin nga projekti pra japonez në bashkëfinancim me Bashkinë Shkodër. Dhe është cituar dhe kur është miratuar ky projekt që pjesa e bashkëfinancimit do të merret nga tepricat e fondeve të vitit 2025. Dhe ky bashkëfinancim konsiston në TVSH-n, në bojën, mbikëqyrjen e punimeve dhe kolaudimin e objektit. Kolaudimin, falni. Mirë, pyetje të tjera? Kalojmë tek mendimi i kryetarëve grupeve, zoti Ndo, Jemi dakord në lidhje me projektin vendim. zoti Sokoli, Njëkohësisht dhe grupi PSD-s është për projekt vendimit. Faleminderit. zonja Shestani. Me gjithë pa qartësit në lidhje me burimin e të ardhnave, bëhet fjalë për rekonstruksion të shtëpisë fëmijës dhe ne jena dakord. Faleminderit zonja Shestani. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 6 për miratimin ndryshim plani të buxhetit të Bashkisë Shkodër të miratuar me VG numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmese përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 39 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi numër 6. Kalojmë tek projekt vendimi numër 7 për një shtesë në buxhetin e vitit 2026 e VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmese përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër i ndryshuar. Zoti Xhenedani. Po, faleminderit kryetar. Të nderuar këshilltar, sot po ju paraqesim për miratim një shtesë në buxhetin e vitit 2026 e miratuar me vendim Këshillit Bashkiak numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2026-2028. Ky projekt vendim ka të bëjë me shtesën e fondit kurzuar të buxhetit të shtetit, i cili akordohet çdo vit nga Ministria e Mbrojtjes. Nëpërmjet shkresës, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka përcjell fondin e miratuar për vitin 2026 për Bashkinë Shkodër, i cili është në masën 21.847.320 lekë. Kjo fundit ka bërë edhe detajimin e fondit kurzuar për buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për vitin 2026 si më poshtë. Për programin 10/910, artikullin 231 me kod produkti 21 AD 502, investime në fushën
investimet bashkive në fushën e mbrojtjes civile. Vlera për llogaritur është 10.923.660 lekë. Si dhe për programin 10.910 artikulli 604 me kod produkti 91.707 AB, shtetas të ndihmuar banesat e cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme. Vlera për llogaritur për këtë kategori është 10.923.660. Në mbështetje të dispozitave ligjore në fuqi, ne ju paraqesim propozimet si më poshtë. Në lidhje me pikën shtetas të ndihmuar banesat të cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme, me kod produkti 91.707 AB në vlerën 10.923.660 lekë, ky fond do të jetë në gjendje për përballimin e dëmeve të vlerave ndërtimoreve dhe urendive deri në masën 50% të vlerës dëmet për rastet e paparashikuara, si dhe për rastet e tjera të paparashikuara për emergjencat civile gjatë vitit 2026. Ndërsa në lidhje me investimin të bashkive në fushën e mbrojtjes civile, vlera për të llogaritur është 10.923.660. Me këtë investim parashikojmë ndërtimin e mbështetësve bregore, shpatullave dhe mbështetjes ndërmjetësve të urës së fshatit Kir dhe urës së Ngullës në njësinë administrative Pult. Ky investim konsiston në zbatim, supervizim dhe kolaudim të plotë të objektit. Qëllimi i këtyre investimeve është krijimi i bazës nevojshme infrastrukturore për vendosjen e urave tip Belis nga Komanda Mbështetje e Gjenjës, në funksion garantimit kalimit sigurt të panevojshëm. Këto ndërhyrje përmirësojnë aksesin, lidhjen e zonave të prekura dhe mundësinë e reagimit shpejt dhe shërbime emergjente dhe të komunitetit lokal. Dorë në këto kushte, ne kërkojmë miratimin e shtetës fondit për kurzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për vitin 2026. Ju falenderoj. Falenderoj zoti Dani. Pyetje diskutime nuk ka. Kalojmë tek vendimi i kryetarëve të grupeve. Si grup jemi dakord. Zoti Sokoli, Gjithashtu ne jemi dakord. Zoja Shestani. Edhe ne jena dakord. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 7 për një shtesë në buxhetin e vitit 2026 në VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit e vitit 2026 të programit buxhetor afatmesin përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër e Ndryshuar. Pro. Kundër. Abstenim. Atëherë me 39 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt vendimi numër 7 për një shtesë në buxhetin e vitit 2026 e VKB numër 84 datë 18/12/2025 për miratimin e buxhetit e vitit 2026 dhe programit buxhetor afatmese përfundimtar 2026-2028 të Bashkisë Shkodër e Ndryshuar. Atëherë kalojmë në pikën e fundit, diskutimi jashtë qendrit të ditës. Po zonja Mehmetaj. Mirëmbrëma të gjithë kolegëve, zoti kryetar mirëmbrëma, nën kryetarëve të bashkisë. Në fakt unë kisha një kërkesë edhe për anëtarët e Këshillit Bashkiak ose vetëm një rikujtesë që të jenë prezent në komisionet përkatëse kur diskutohen të gjitha projekt vendimet. E njëkohësisht zoti kryetari i Këshillit më ju kujtu dhe ju që ju lutem kur ka projekt vendime të cilat kanë efekte financiare, të drejtoheni edhe komisionit të buxhetit dhe aseteve publike kur kanë formuar quorum pasi ata marrin vendime gjatë punimeve të komisionit. Faleminderit. Ndërhyrje me vend. Po. Zonja Oda. Atëherë, një kërkesë ardhur nga banorët e njësisë administrative Bërdic për shërbimin e urbanit. Ata kërkojnë që tek rreth rrotullimi që është ngritur pranë harkut të Bërdic që quhet, të ketë një stacion për si pikë për shërbim për t'u dhënë akses edhe këtyre banorëve. Faleminderit. Faleminderit zonja Pole. Po diskutime tjera zonja Shestani? Një kërkesë për i qendër shëndetësore Gurizi, e kam thënë edhe një herë tjetër, bëhet fjalë për një 19 kazane që janë të pigjerja e qendër shëndetësore. Ndjenjite me stafi drejtoria ka bë dhe një kërkesë pranë Bashkisë Shkodër për largimin e këtyre kazanave që nuk janë eficient, por janë aty pushojnë prej kosh, edhe në përgjigje që ja nuk ka kthy një përgjigje që tregon që po hiqen, a bën një shkresë të dytë dhe përsëri kazanat janë aty. Na kena disa muaj që i kena nxjerr prej përdorimit, ka ndalë jashtë përdorimit, kështu që nuk e di cila mund të jetë përgjigjja në lidhje me largimin e këtyne në një kohë që përbajnë rrezikshmëri të lartë për shëndetin
dhe për më tepër janë në derë të qendrës shëndetësore, në pengjere të qendrës shëndetësore. E para, dhe pyetja e dytë që unë kisha du me ditë në lidhje me Velipojen. A është gati Velipoja për 1 majin, se unë shoh që, do me thonë, ka prezencë me turinash, ka prezencë nërtimesh, me turina nërtimesh, dhe nuk nduket se është i pastrum ashtu si që po thuhet. Faleminderit. Ka dikush përgjigje në lidhje me pyetjet e zonjës Shestani? Po, për sa i përket pikës 2 për pastrimin e plazhit Velipojës, plazhi i Velipojës patjetër që po pastrohet çdo ditë, është faktikisht problem si për çdo vit. Fakti që ato që kanë hotelet, njësitë e shërbimit në mënyrë të pa përgjegjshëm, pavarësisht se ne po pastrojmë dhe me forca shtesë Velipojen, hedhin me turina pa kriter në mënyrë abuzive. Pavarësisht kësaj, ne jena të angazhuar dhe plazhi patjetër që është gati dhe është në vëzhgim çdo ditë. E pyetjes po? Zoti Shaba. Për sa i përket kontinjerëve të qendra shëndetësore në Gurzi, bëhet fjalë për disa kontinjerë që janë qenë në vitin 2010 aty. Është ngrit një komision nga bashkia që nga nxjerrja e shpërdorimit dhe po bëhet gati procedura për shitjen për skrap. Sa mund zgjati? 2 vjet. Më shumë se që në 2010 s'do presim. Ja, dakor që është 2010 ndoshta janë 16 vjet, po tashti derisa nxjerrja e shpërdorimit, sa vonon kjo histori? Lëvizim shpejt, do diskutojmë pak edhe me procedurë për kasë lëvizim. Po, zonja. Dhe edhe gjatë fundit gjithmonë në kryetarit, lutem të dritat e pedonales në Velipoj duhet të jenë të mezuna. Janë të fikuna. Në darkë janë të fikuna. Edhe është e frikshme me lviz. Zonja Dama, kishe për ndërhyrje? Jo, të lutem, afroju tek mikrofoni për efekt regjistrimit. Për procedurën që fol pak më parë, është në procedurën kandi, është hedhë një herë, nuk ka pas oferta dhe është anullu procedura në kandi, do rihidhet sërish aq herë sa parashikon edhe ligji. Përshëndetje. Në rrugën në Nazën për i të Argenti që del për Naza kryesore, aty është burim aksidentesh. Ta marrin parasysh të vend rrugën e bicikletave. Dhe të bëjnë edhe një bum, sepse është shumë problematike. Falenderoj, zonja Gjeka. Përshëndetje gjithëve, unë po e marr fjalën sepse kam një kërkesë për miratim projekt vendimi, të cilën si propozues këtë herë vim si Aleanca Agrave Këshilltare Shkodër, bashkëpunim edhe me zonjën Duhani dhe zonjën Shllaku. Kemi menduar që në vijim të datës 22 prill të ditës botërore të pemëve, të tokës, kena marrë një nisëm, duke marrë disa statistikat sakta se sa bebe kanë lindur që nga janari 2026 deri në mars të 2026, nuk e kemi viju më tej me muajin prill për shkak sepse numri sakt i bebeve të lindura në qarkun në maternitetin e Shkodrës del vetëm në fillim të muajit maj. Kanë lindur 157 bebe vajza dhe duke qenë se jemi Aleanca Agrave Këshilltare Shkodër, do depozitojmë një projekt vendim ku do kërkojmë mbjelljen e 157 fidanëve në respekt dhe në emër të këtyre bebeve, të cilave i urojmë jetë të gjatë dhe urojmë që të shtohen sa më shumë. Ishte e rëndësishme që ta bashim si propozim me një projekt vendim, sepse bashkëngjitur kësaj kërkese kemi vendosur dhe një preventiv të detajuar me shpenzimet përkatëse, sepse patjetër si Aleancë do na duhet
që ky aktivitet i parashikuar zhvillohet në një hapësirë publike pa diskutim të përcaktuar nga vetë Bashkia Shkodër, por në bashkëpunim edhe me strukturat përkatëse të bashkisë, të cilat do të na bëjnë edhe të mundur lehtësimin e kësaj ideje dhe kësaj procedure. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Pote. Atëherë, zoti kryetar, ashtu edhe një kërkesë tjetër që vi nga banorët e zonës Posrip, duke fillu nga segmenti rrugës Mes, ku është ura vjetër e Mesit, në drejtim të fshatit Myselim dhe Bardhaj, duhet një ndërhyrje urgjente për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor. Për arsye se është në gjendje shumë problematika, me gropa shumë të mëdha, shumë problem për këto banorë të kësaj zone, qoftë ndoshta një herë një ndërhyrje emergjente me çakulla me diçka, ose një ndërhyrje sipas një projekti që mund të jetë shumë dinjitos për to. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt unë kam disa diskutime, sepse në Shkodër fatkeqësisht vetëm po prolloni pa kënaqësi. E të i prollu pa kënaqësi, detyrimisht na duhet me i përcjell këta pa kënaqësit pavarësisht se nuk i merr kush në konsiderat. E para një herë, unë vazhdoj dhe insistoj që kryetari i bashkisë duhet jetë prezent dhe jo të na bin këtu nën kryetart apo morinë e drejtorave, të cilët me gjithë respektin vinë edhe të papërgatitun, sepse edhe letrat ja përgatisin grupi ngushtë prej Tiranës, prej jugut që ka pru kryetari, dhe s'ja kanë idenë, domethënë se vinë vetëm me relatu këta paçavure që bajnë ata prej Tiranës, që nuk e di se ku e marrin të drejten me na drejtu Shkodrën, e aq më tepër me na vu edhe me na ba edhe këto projektet skandaloze që edhe po bahen në Shkodër. Kryetari i bashkisë duhet jetë këtu, zoti kryetar. Të vinë dhe siç kam thënë edhe herë tjera përballet me fjalën tonë që është fjalë përcjellëse e qytetarëve shkodran, nuk ka pse na vinë gjithmonë me gjithë respektin nën kryetart, të vinë ai përgjigjet, sepse tashmë edhe e kanë hek prej drejtuesit politik, është krejt i lirë, nuk po ka ndaj punë të madhe, se edhe drejtimin janë të ja bë grupi prej Tiranës, e grupi i vogël, s'po ka ndaj gjë, veç më ardh me i dal zot aty në marrinave që bajnë ky grupi i transportuar. Se specialista s'ka Shkodra, duhet me i pru prej Tiranës, e prej Sarandet, e prej jugut, e prej Beratit, e prej kaj ka pruaj. Kryetari i bashkisë duhet jetë këtu dhe të lutem dhe po të drejtohem zyrtarisht dhe përballë kamerave, t'i bani një kërkesë që në mbledhjet e Këshillit Bashkiak të vinë këtu, të japin llogari, të na mirë ne dhe të tregojnë respekt për institucionin që në fakt moralisht ai nuk duhet me drejtu ma, përderisa është një pamdehur i gjykatave dhe të hanen ka seancën e rrallës, të tregojnë respekt dhe din të paktën në mi, se për me na dhënë një shpjegim nuk kam ndaj shpresë se s'ja ka idenë. Vazhdojnë heqjet nga puna. Një të merr i vërtet në vitin 2026 të instalosh një sistem komunist, nuk e kam me ju, e kam me kryetarin e bashkisë, të instalosh sistemin komunist edhe herë, të gjithë ata që nuk bin dakord me mu, të gjithë ata që nuk janë me Partinë Socialiste apo me Rilindjen, të hiqen nga puna, e sidomos edhe për ata që kanë fjalën e lirë, se në fundit jo të gjithë punëtorët e bashkisë duhet me përqy Benetin. Se shprehen, se marrin pjesë në një protestë jashtë orarit punës, se Benetin nuk e dojnë, si kryetar bashkijet, sepse janë të gjatë, ashtë turp e faqe azes të hiqen prej punet. Ashtë rasti konkret, Fatmir Shabaj. Ashtë hek vetëm për këtë arsye. Sa rrin kryetari i bashkisë dhe shkon atje në Postrib, Demek po baj fasada, marr pjesë në ceremoninë e kryengritjes Postribs, të respektojnë Postribakt, atë zotnin që në fundit ka thënë fjalën e lirë, nuk e don, se ka dasht as nuk ka për ta dasht, por nuk mund është ti me hek për punet, me hek bukën e gojës ati burrit boc që man familjen me atë rrogë, vetëm se na pas ka kundërshtime me sistemin komunist të Benet Becit. Dhe më vjen keq që heqja prej punet tashma po bëhet edhe në Ujësjellës, nga Filizi i Becit, që e ka vu vet atë, Lesha, si e ka ideali. Vetëm
ka hek punëtor nga puna se kanë marrë pjesë në votime të subjektit politik Partia Demokratike. Ashtë turp e faqeja e zez në vitin 2026. Nalni këto paftyrësina, sepse është shumë hipokrizi të marrin pjesë të 2 prilli, të marrin pjesë të kryengritja apo strips dhe në fund demokrati hek prej punet. Që kurse ka fillu mandatin, ai hek prej punet të gjithë punëtorët që i dalin kundër dhe nuk janë dakord me te. Dhe të njëjtën gjë, shqyr na ka dalë edhe një opozitar nga rrallet tuja, Mirsadi, se nuk është këtu, ndeshta nuk e kam problem edhe në sy, si me thanë, vetëm se i ka dalë kundër, e din me i dalë Zotvedit, por imagjino çfarë sistemit dhe sa njeri vogël është kryetari i bashkisë i pandehuri i gjykatave. Tash për me kalu te problematika tjera. Kryetari i bashkisë ka zhvilluar një takim me bizneset e gjuhadolit. Nuk e kuptoj pse duhet me zhvillu takim me bizneset e gjuhadolit në një kohë që më përpara duhet me zhvillu takim me banorët e gjuhadolit që kanë 1001 ankesa për mënyrën se si gjuhadoli po trajtohet nga Bashkia Shkodër. Shumë i rëndësishëm thot bashkëpunimi me biznesin këç për promovimin, turizmin, këtë teksti që ja kanë bë stafi, se asaj nuk e din se ç'a shkruan aty. Se bjen në kundërshti me veprimet që ban dhe me këto fjalë që i shkruajnë këta tiranasit, që i menaxhojnë faqet që janë këto sociale. Në Gjuhadoli është zonë e mbrojtën. Gjuhadoli është vetëm me shku, Gjuhadoli është i lutë se nuk e pastron kurrë. Të shte, a i donë me promovu Gjuhadolin, por në fakt, duhet me fillu të pastrimi, të rruga aty të vjen tërp, me kalu edhe në veri, se si është ajo rruga pedonale aty, që është ba. Shkojnë, ndërtesa historike, trashëgimi kulturore dhe historike, shkojnë se i teket Benetit, qënë atje policinë bashkjoka dhe shem. Ashtë rrezik, investomër, kërkomër projekte, të Ministria Kulturës, kush je ti me prish ndërtesa atje? Për me ngrit ato kullat, se e kina diskutuat që dënë me ngrit kulla dhe mek në emën zhvillimit në rrugën Koli Dromeno dhe në Gjuhadol, një i juhi, arkitekti juhi e ka shprej këtë shqetsimin, zoti Quni, pra naj mos u çuditni, sepse a informacionet i ka shumë sigurta. Mos i ndoj arkitekt, që janë profesionistë. Jo, është i juhi, sa është i majtë. Dhe ka kënë, si me thanë, shoku i ti, deri sa i doli kundër dhe u banë miku i ti. Se kështu funksionon kryetari i bashkisë. Kush ti dalin kundër, është anik, në sekunda. Mamej, aty nuk me mohet, janë hek aty kontenjert koshat e meturinave, aty tanë veren, pihet, bahet, aty dzehet rruga, aty muzika nalt, për para se me shku në interes të këtyne bizneseve, që pa tjetër që edhe bizneset duhet, nuk jena kundër zhvillimit bizneseve, por të flasin një edhe me qytetarë të cilve i ka kondicionu edhe lëvizjen banorve aty. Kur të një teket mu, hapi on ata, uli ata pistonat edhe hini o shkonin shpituja. Mamej, nëse qënë ka keq dashamirës për biznesin, po pse nuk zhvillon një takim me këta tregtarët e Zdrales, të cilët kanë pak nëtësi tja zakonshme për falimentimin që i ka ba zonës së Zdrales për fishën e orareve që ka bu. Pa, llogarit këto, që kjo fishja e orareve që ka vemos kalimi diku me 2 sensa, diku me 1 sens, e ka ba aty do me thanë nga ora 12 dhe deri në orën 16 ose 17, aty blokohet, bëhet trafik pavarësisht se na ka vu ata semafort kaq shumë të reklamuar e që në fakt po i rezultojnë dështim. Qysh në fillim që ka ba kalimin me 1 sens të rrugës Parrut Xhabie, ne e kena kundërshtu. Tashti që ka mbyll Zdralen, të shti teket ati me hap, pavarësisht se nuk është dash me mbyll hiç, lën në 1 sens drejtimit rrugën Ura Dervishbek dhe aty çdo ditë ka kaos në lëvizje bllokim trafikut. Ne i kena taku edhe tregtarët, edhe qytetarët në Zdrale që kanë jashtëzakonisht pak kënaqësi për
mënyrën se si e ka bë pa asnjë konsultim publik, se si ka vendosur në kryt vetë dhe stafi ti të importuar nga Tirana, për me e bë se na zhvilloi na knaqi, aty është nga ora 9, për me kenë shumë, du me kenë shumë e sakt, me oraret. Pra, nga ora 9 deri në orën 15 të drekës nuk lejohet kalimi. Në emën të tregtarëve, por edhe të qytetarëve, po ju kërkoj, të banorëve aty, sidomos, po ju kërkoj që në emën tyne të ndryshohet fishja e orareve të bëhet nga ora 9 deri në 12. Kjo patjetër që ndihmon në zhbllokimin e trafikut që krijohet në drek dhe zhbllokoni edhe biznesin me që jeni kaq dashamirës, jo, kryetari i bashkisë, me që është kaq dashamirës për biznesin, ajo është qendër tregtare që ka funksionuar gjithmonë si qendër tregtare, prandaj mos guxoni me damtu biznesin, se përveç se keni varfnu me politikat tuaja, me dështimet tuaja, keni varfnu qytetin e Shkodrës, e keni shpopullu gjithashtu, të paktën këto biznese që i kanë metë, kanë nevojë me najnë kam. Dhe me najnë kam dhe mu zhvillu dhe me punu, dhe qytetarët me pas të drejten me hy kur i duhet në shtëpitë e tyne, menoni fije ma logjikisht, menoni fije për qytetin, menoni për biznesin, menoni për banorët dhe qytetarët, mos menoni për mendimet që na vinë nga këto specialistat e pa specializum të Tiranës që vetëm e kanë shkatru Shkodrën me idet, me zhvillimet dhe me këto marrinat që po zhvillojnë në qytetin e Shkodrës. Nuk keni ba asnjë zhvillim. Ju, për ditë më shumë, jeni të i shkatru Shkodrën. Për ditë më shumë, jeni të i shkatru kulturën, jeni të i shkatru trashëgimin, jeni të i shkatru historikun e qytetit Shkodrës. Dhe e fundit, zoti kryetar, nuk është as pak normale që në mbledhjet që zhvillohen nuk është për ju në fakt, është për gjithë kolegët që u largune. Që prej fillimit në seancat e para që na kena bë, sa po fillojnë diskutimet e lira, edhe ju i jepni fjalën këtyne, sa po thojnë ata diskutimet largohen. Seanca e Këshillit Bashkiak, ata që dojnë marrë dhe dojnë me marrë pjesë, duhet vinë nga fillimi deri në fund sikur të vinë na. Sepse ne duhet të respektojmë qytetarët e Shkodrës përderisa kena dalë nga vota e tyne. Nuk është as pak normale sepse edhe opozita, edhe ne, thojmë fjalë të qytetarëve. Prandaj gjithë secili prej nesh, i gjithë këtyre kolegëve që janë largu dhe që largohen në çdo seancë dhe mesin vetëm na, të rinë këto dhe të rinë deri në fund diskutimet që bëhen. Nuk është Këshilli Bashkiak vetëm me çu kartonat pro miratimit të projektvenimeve të Benetit. Këshilli Bashkiak është shumë më gjansa se kaq. Këshilli Bashkiak është përfaqësim i Shkodrës dhe i qytetarëve të Shkodrës, të cilët na kanë dhënë votën. Kaq kisha. Faleminderit, zona Shkrela, me shumë patos se kishte diskutime, si duket ndoshta edhe jo, të lutem, po me patos ndoshta ke edhe nga ngjyra xhaketës. Mirë, të falenderoj. Po. Zoti Shamoni. Falënderes. Në fakt e kisha për kompliment. Ne nuk është se largohen nga salla para kohët, por na hup edhe durimi në një gjuhë këtë mlef. Lutem zonja Shkrela të dëgjoj secili prej këtyre vëmendje. Përkatësisht zonja që në fundit ne jena edhe pjesë e arsimit edhe nëse do na e po do të mira ne mund na e po atë atë ku punojmë, ku kena profesion arsimin. Mund na e po ndryshimin e shkollave. Që nëse lutem. Nëse shohim shkolla Ndërmjet, shkolla Kolidromeno, shkolla Ismail Çemal që bëhet, shkolla Adem Haxhia në Postrip, e më rrallë që nëse s'm kujtohet në një sepse me të vërtet po punohet shumë. Për sa i përket asaj heqjes nga puna, në fakt, shumë respekt për atë personin që përmende përpara që është hek prej punët.
Po, shumë respekt për te, si individ. O zonja Shkrela, po të lutem. Qa kishe diskutove pat në hy, kush lutem, po mos në hy, le ta marrojnë Shumë respekt për atë, ai ka ka një punonjës i ma përparshëm në bashki dhe ka vazhdu me punu edhe me bashkin e re. Sepse është dërheq apo hek për i punet janë problemet e tij personale. Ne nuk mundena me një gju këtë mlefin tuj se nuk e di pse e bani vetëm për më randë sy, nërkohë që në qose shef edhe live-in kur merr një fjallën ju e ke me zero, sepse as qytetarët nuk kanë durim me ju një gju. Për sa i përket zdrales, zdrale a do është me hi me qizme, ti e din shumë mirë. Kryetara, ka me trajtu në i shqetësim, apo do në më marrë me kolekt? Lutem. Kam drejtën e fjallës tjerë, nuk ka nevojë me komentuar. Tash në gjohë të pak, me që jena këtu. Po, gjenem, ishtu... Ju në gjojmë i të replika kanë këta. Duhet mu përgësu kryetari për punë që ka pa... Shqetësim qytetarëve, më marrë me ne. Shqetësimet e qytetarëve qytetarëve nuk kanë me mungu kur, shqetësimet kanë pas gjithmonë. Po thuje për Ama shqetësimet janë tu u minimizu, tu krahasu me kohën e ma përparshme tujen. Faleminderit. Faleminderit. Zoja Petani. Faleminderit, zoti kryetar, të nderuar koleg, të nderuar drejtora. U ba pak si e bezdishme problemi i kryetarit, jo më ardh, jo mas më ardh, më thonë është diçka që a ba çdo herë edhe më shumë e bezdishme. Kryetari ka dhe punë tjera, nuk ka veç punë marrë me në një gjune, ose me një ju marrina që flitni ju. Për sa i përket zyrtarëve që janë nga Tirana, nuk mundesh zoj, më fal, kolege e dashur, me specifiku, me hek apo me vute. Ata janë drejtorat në rumë, të respektum, aq pa tepër nën kryetarët që kena prezent bajnë punën, dhe nuk ka nevoj me kënë kryetari i bashkisë, t'lutem zoj, t'lutem, të një gjodha me vëmenje, t'lutem, më lënë të maroj, atëherë mundesh me folë. Nuk keni punë tjetër vesh kryetari i bashkisë, zoj, kryetari i bashkisë e kryen detyrën e vetë. Zonja Shkrela, lutem, sa qështë e këshillit kja, lutem, zonja Shkrela, nuk e qështë e këshillit, lutem. Lutem, po të ja përgjigjerit është. Për mu e për të Shkodrën, asë në rume e respektu, sepse Shkodra e ka votu, ju se keni votu, sepse nuk e keni darë Shkodrën, kur asë nuk e doni. Dhe prep ka me fitu, keni me kërë këto. Pa. Ashtu, jo keni me pa. Më nej, punën e prokurorisë nuk kena na, aja problem tjetër. Jo, mos kishtë shkull për prokurorisë. Nalta, t'lutë, mos kishtë shkull për prokurorisë. Nuk po thujë. Nuk kja më shkull. Edhe që ju drejton ju, pale sa procedura. A ju nga shkull të bashkia të për kryetarin e bashkisë doja vjota. Lutem, alen, në lutem. A më dhe mua beti në Asë të zotë kryetari këshirë. Se kësa diskutin në o, zonja Vjoca, se pa vërë socialiste, përfaqëson edhe një komunitet në Shkodër. Bashkë me bashkëtortin të në rumë. Kështë nuk të nërojnë të fjallë. Të lutem, tu nuk ka lidhe fare komuniteti. Unë jam të folit të drejt. Ti nuk ketë drejt, të lutem. Ti nuk ketë asë një fare drejt morale. Në finatin e ba politikë. Sekretarin e bashkisë, të lutem, në më mjallë të tira ka. Përsaj përket rrugë Gjua Dolit. Qofë për ne këto, qofë edhe për qytetarët të të në njekë. Përsaj përket rrugë Gjua Dolit. Të lutem, mos në rrë, po të japë fjallën për të diskuto. Po të ke nevojnë në prej kolegë. Të prejva kur fole, të lutem lënë të maraj. Po po dhe të si e beneti, ti që akuzën tjetrin, po kushiti, që kërkën? A do unë jam antare këshit basha, të lutem, mos bëjmë replika boshe, të lutem, po tjetër, faleminderit, me tanë respektin që kam për ju, të lutem, të lutem, sepse unë i kam shenu pikat, dhe të lutem mos në la. Jo, vazhdo thash. Atëherë, përsaj përket rrugës e Gjuadolit, ose rrugës e Gjuadolit, unë jetoj në Gjuadol, nuk tham që nuk ka mangësina, por këto janë mangësinat
e shumë viteve përpara. Edhe janë të rregullu. Unë jetoj aty, me ba me kene gjak konkrete, e shtoj unë. Nuk ka me të zojan fjallë për me shtru. Me gjithë dhe është drejta, ku që mund antarja këshillit edhe e lagjës të edhe. Tjetër, përsaj për këtë personave të hekur nga puna, nuk ka të lutem, po si jam antarja i këshillit e zonës teme. Tjetër, përsaj për këtë të lutem, pa tjetër, të lutem, përsaj, ju në jena kretë në regull, përsaj për këtë heqës nga puna, unë nuk arri me kuptu, kujt i thoni ju heqë nga puna, kur në bashkinë e Shkodrës, 90% janë të Partisë Demokratike, të lutem shumë. Po e njëjtja pyetjer, çyse ka fillu mandati, ju nuk keni punë tjetër. Ka hek, ka ba, nuk arri me kuptu, nuk e di se sa socialista mund t'jenë në bashkinë e Shkodrës. Nuk mund thushti për një person. Okej, unë nuk e njoh personin fjalë, nuk mundën e po njoftan. O i njoftan, pa maja. Tjetër, pastrimin, përsaj për këtë pastrimit, o ashtu pastru Shkodra sot, dhe e falenderoj drejtorin, e falenderoj shumë drejtor Altin Shaben, sepse në gjdo moment, të pakten mu, orna? Po tjetër, do të falenderoj që Qose vazhdojnë të nërvjet, do të mbyllim lavdjen. sepse ju nuk lutem, le tjetë, nuk ka rëndësi, për mu ka rëndësi kush bën punën, lutem. Dhe e kam për detyrë se jam qytetare e Shkodrës dhe me e falenderu. Përsaj për këtë zdrales, zdralja, ai që s'ka sy me pa, nuk shef. Në qovë se ju janë qërru syt, dakord, krejt. Zdralja sot është shumë bukur. Përsaj për këtë orarit, ata mundë me banë kesa, por janë të tjerë, inxhinierat, të tjerë që i kanë vendos. Dhe nuk mundë është ti me dhanë urdhen mos mi ba kalimet. Edhe njëherë për ju thamë për specialistat e Tiranës, të lutem, mos i neglizhoni dhe mos fyni të ardhënit nga Tirana, sepse ato janë njerëz të mrekullueshëm, një staf i mrekullueshëm, sepse stafi që keni pas ju zoj e nërume, stafi që keni pas ju zoj e nërume, vetëm e ka shkatru Shkodrën, të lutem. Stafin që ka pas bashkia jonë. Pra në s'kin drejt në po. Unë kryetar, me për diqka? Një minutë. Dhe maroj unë edhe 2 gjana kam kryetar. Të lutem, përsaj për këtë zotit Mirsat Basha, antarit tonë, a në që se ka ankesa, mundet me i thanë këto, dhe jo më e ba ma betë kotë, si banë Mirsadi për shamu. Dhe kultura Shkodrës, në që se flasim për lagjen e Gjoadolit, me të vërtet është një lagje me kulturë, nuk menoj që ashtu shkatru, kultura, ashtu ba nami, Shkodra ashtu rrit me kulturë, kulturën e kanë shkatru këta, e din mirë këta, se se e kanë shkatru, mos të hi mua betër e ma thella, se nuk kam dëshirë, jo e keni shkatru Shkodrën, 32 vjet i keni vu, Monitovin, pse s'ke folë e të rekshirë, pas nuk e kenë, nuk e kenë gojë një herë, asë dhe një herë, i të mëshirë bashkja, asë dhe një herë, kam folë. Atëherë, s'ke të drejt morale për dojë sa atëherë, nuk i ke folë, po në i fletë. Po kam folë, po se kam folë, sepse dhe kur ka ken kryetari a Zoja Vëldana, unë kam folë, janë anashkalu mua betet e mija, me gjithë nuk ka rëndësi, na po flasim për këtë mandat. Ju nuk guxoni me folë për 32 vite, doni me folë për 2 vite. Për 2 vite janë ba, kjo punë që nuk ka ba për 32 vite. Lutem, nuk keni që me folë, e përdorni politiken tuj, një politik të mërshme. Ju nuk e doni qytetin e Shkodrës, se nuk e keni darë shkurt dhe vazhdoni mos të darë. Sigurinat e pika diskutime, lutem, Atëherë, jena të pika diskutime dhe unë iftoj kolegët e mi
që të diskutojnë lidhje me problemet e qytetit dhe i ftoj të mos komentojnë fjalën e njëri tjetrit, jena të lirë, gjithkush ka opinionin e vet me fol, qyteti ka shumë probleme dhe na kena të drejtë mi vua të ndukje. Jena këtu për me mujt, jo me ba luft, por për me mujt me ba diçka të mirë për qytetin. Dhe në kjo se na thona një problem qytetit, nuk është se dona me sulmu dhe me banjamin, mu raktu, po kena ardhë sepse dona me nëshu diçka, dhe po më nërna me ba atë matë mirë në mundshme në atë pozicion që na jena. Por nuk është normale të thuhet, nuk vjen kryetari këtu për në negju marrina që flasin ta. Kush flet marrina, ti majnë për vedi. Nuk kena nevoj për opinione të njëni tjetrit dhe për sjelljen e njëni tjetrit me komentu. Lutem shumë kryetar, tjetër a funit, herë tjetër me tagrin që ke duhet me ndërprej fjalen. Faleminderit. E para punë du dakordsinë tuaj. E kam pa mujtun, sepse sistemi nuk ma lërën e gjatë tillë, por është vetë ndërgjegja ju dhe mënyra se si diskutoni. Diskutimet jashtë e ditës kanë bajnë me problematika, jo me fjalime politike. Ja, s'ka problematika, fjalime politike. Në fakt jam krejt dakord me një pikë që përmendi kolegja Irina Shestani, me pjesën që duhet merrna me problematikat e qytetarëve, se këtu nuk është as mbledhje e Partisë Demokratike apo ndonjë parti tjetër. Kështu që më që jena për problematikat, unë doja të gërja një shqetësim për banorët rrugicës Ustad Destani, që është një rrugicë në Tepën, një rrugicë shumë e shkurtër në fakt, që kërkojnë asfaltim dhe ndriçim të rrugicës, sepse një pjesë e mirë aty e zonës është investu dhe ka mbet kjo rrugicë e vogël, por që ka një numër të madh banorësh si rrugicë. Kështu që këto janë problematika, jo mbledhje partish. Zoja Xhekaj. Një fjalë krejt shkurt, unë kam bindjen që askush prej nesh nuk gëzon të drejtën e të vërtetës absolute. Pa diskutim që të gjithë ne edhe mund të gabojmë, ka raste që i thojmë disa të vërteta dhe ka raste që edhe mërna këtyne të vërteta ka gjana të cilat nuk qëndrojnë. Ashtu siç ndëgjova problematikën e disa qytetarëve që pas kanë kenë, pra i janë drejtu antarës Këshillit e cila foli më përpara në lidhje me zonën e Zdrales. Unë jam vetë, unë ushtroj aktivitetin tem, kam biznesin tem si avokate të ajo zonë dhe gjej rastin sepse nuk e kam thënë asnjëherë publikisht sepse nuk e kam thënë me idenë që do më quaj si konflikt interesi që foli kjo tani, pra flet për kryetarin e bashkisë pjesë e cilës kjo është këshill. Në fakt kjo është një projekti i Zdrales, edhe më vjen mirë që më erdhi momenti me e thënë, është një projekt që është miratu vite më përpara. Është dash mu zbatu vite më përpara, nuk i ardhi asnjëherë si infrastrukturë qytetarëve të Shkodrës, u bë e mujton për të realizuar tani, nuk kam arsye për të falendëruar askën sepse në fundit është pjesë e detyrës së pushtetit vendor për të përmirësuar infrastrukturën e qytetarëve të vet. Ama duhet të them që është një investim i jashtëzakonshëm, shumë i domosdoshëm. Dhe unë personalisht edhe me shumë bizneset të tjera, disa bizneset të tjera me të cilat unë kam kontakt, nuk marrë përsi për të kemë të vërtetën absolute dhe të them që unë kam folë me 100% për bizneseve dhe kjo është e vërteta gjithve, ama me një pjesë të konsiderueshme të bizneseve, jo vetëm që jemi të kënaqur, por ka kenë domosdoshme të vendosë ajo fash, sepse aty ka kenë një ambient gati frymë marrës për gjithë ne që kina punu aty, për gjithë ato të rinë dhe të reja që shkonin të shkolla pedagogjike që e bajnë atë rrugë, për mësuesit, për njerëzit që shkonin për të ble. Ne jemi njerëz thjesht shumica shqiptarëve dhe nuk kena pse me shku me X5, me shku me blen zdrale, 1 kile qep apo 1 kile spinak e tjerë. Kështu që jo për të falendëruar bashkinë sepse e ka pjesë detyrës, ama inkurajoj që të gjitha projektet e nevojshme për të përmirësuar infrastrukturën e qytetarëve të Shkodrës mos mesin peng dhe të zhvillohen sa më shumë që të jetë mundur. Faleminderit. Faleminderit zonja Xhekaj. Jo, zonja Shlakova kam dhënë fjalën. Jo, të allash parë. Përshëndetje, i nderuar kryetar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës, të nderuar nën kryetar të Bashkisë Shkodër, të nderuar koleg. Fillimisht, përpara se të flas për disa probleme që shqetësojnë banorët e qytetit Shkodrës, do kisha thënë që serioziteti te kjo pikë shifet i kolegëve këto, që nuk janë prezent, shifet qartë, domethënë që kanë bushati sallën dhe nuk interesohen për sa i përket problemeve të qytetit Shkodrës që ka shumë.
Fillimisht duhet ndalem tek pjesa e sheshit të Shiroks. E kam ngritur edhe disa herë të tjera këtë si çështje. Nuk e di se sa ju keni ndërmarrë ndonjë veprim, por gjendja e sheshit Shiroks është me të vërtetë shumë keq, do të thotë pra zona është krejt amortizuar, rruga ose më saktë sheshi aty janë gropa që në prag të sezonit turistik mendoj që nuk do të ishte e bukur për të vazhduar me kanë në atë situatë. Po ashtu tek sheshi Shiroks, pra rruga ose shëtitoria nuk ka kosha të meteorina të vendosur. Më pas duhet të ndalen te pjesa e investimeve që kanë të planifikuar gjatë, domethënë që prej vitit 2023 përfshime në buxhet, siç është për shembull pjesa e kursive të biçikletave, që po ashtu edhe këtë shqetësim e kam ngrit disa herë në Këshill Bashkiak, që është zona nga Sarreçi dhe vijon më poshtë deri tek Marklula dhe rruga stacionit trenit. Nuk shoh asnjë lloj ndërhyrjet të kësaj pjese, pra që janë kursitë e biçikletave. Më pas është edhe pjesa e problemit të trafikut në zonën e Xhabijes. Ashtu siç e vërej emri të tani, shohim domethënë një gjendje të rënduar të trafikut që besoj që me vazhdimin domethënë të sezonit turistik më kanë edhe më shumë, pra do kisha kërkuar që të rishikohet ndoshta pjesa e hapjes rrugës Urës Dervishbek me 2 sence kalimi, që mos kemi domethënë një trafik kaq të rënduar që është në dalë qytetit të Shkodrës. Po ashtu do kisha dashur që të marrim në vëmendje pak edhe pjesën e disa rrugëve që janë domethënë apo të trotuareve në qytetin e Shkodrës që janë tashmë në gjendje shumë të keqe. Do kisha dashur që t'i shohim edhe ato për te faktit që Shkodra nuk është vetëm përpara sheshit Bashkisë Shkodër apo pedonalet, pra janë edhe rrugë dytësore që kanë nevojë për ndërhyrje të mëtejshme. Dhe sfundmit do të ndalesh edhe tek një dëgjesë publike që është realizuar dje në Bashkinë Shkodër, ku ka kanë një dëgjesë publike po më shkruajnë shumë rëndësishme, pra që më bëjë në mënyrë informale, po në mënyrë formale, ashtu siç e kërkon edhe ligji për veçëvërisjen vendore, pra që çdo dëgjesë publike që është në të mirë të qytetit të Shkodrës, sepse ka qenë një dëgjesë për sa i përket të rishikimit të planit për ndërtimet që do të bëhet në qytetin e Shkodrës, dhe është bërë vetëm nëpërmjet Bashkisë Shkodër dhe jo aktorëve që kanë shumë rëndësi të jenë prezente dhe të diskutojnë dhe të hallin vendimet e tyre, siç janë banorët, ndërtuesit apo aktorë të tjerë të Shkodrës. Faleminderit. Faleminderit zënë Shllaku. Zoti Shkjau. Zënë Qytesa. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg, antar të Këshillit Bashkiak. E lash për në fund ndoshta fjalën time, sepse unë nuk e kam pas privilegjin asnjëherë të jem përfaqësuese e qytetarëve të Shkodrës. Por ama nuk mund të rri, po e reflektu edhe publikisht atë çfarë qytetarët na thonë për ditë në takimet që na kërkojnë. Nuk ka ditë të javës e të punës që nuk presim qytetar, të tre besoj, kryetari po e po. Por unë po flas në emrin të atyre që më kanë hyrë zyrën time, apo i kam taku në për aktivitete, apo i kam taku në për edhe rastësisht mbase, që nuk e fillojnë fjalën me sa mirë jeni t'ju punu. Sa bukur po e bani Shkodrën. Sa pastër këtu, sa mirë atje.
në ton jena koshient që sa do t'jenë këto superlativa e lëvdata, ne vetë për i vetit jena të po knaqën se duhem prapë. Edhe jena të bindur që këto vite është bë kaq sa është bë, janë shumë gjëra në proces, e do të bëhen shumë mandatin tjetër. E kjo, prej kryetarit Benet Beci, prej aftësisë time më lau njerëz afër vetes, sepse i ka besu jo vetëm firmën, por i ka besu drejtimin, monitorimin dhe komunikimin me çdo qytetar të Bashkisë Shkodër. Dhe ne kur komunikojmë me qytetarët, kemi ftyrën, emnin, edhe përgjithshmërinë që përfaqësojmë Benet Becin. Unë këtë e thënë për vete, po jam e bindur se edhe kolektimi e çdo përfaqësuesi administratës të bashkisë, sepse ai është i kudo gjendur, ai është kudo ku punohet, ai është aty ku njallet një pemë, ai është aty ku shtrohet një asfalt, e kudo tjetër. Pra me nusha e kohët pa mujtur me kanë në çdo mbledhje tonën. Por ju besoj i shihni që publikohen që nuk ka ditë që në zyrën e tij nuk priten njerëz, qytetar thjesht, apo deri te personalitetet e qytetit tonë. Prandaj unë ju ftoj që kur që njerëz ma puna pa drejt në kryetar, që keni thënë? Në emën të qytetarëve, kur të flisni, përdorni edhe buzëqeshjen e tonalitetin e tyne. Nuk them mos me e thonë. Me e thonë më fjalën, po mënyra se si e thu ka të bëjnë shumë. Unë për vete nuk kam nesh ende ndonjë qytetar që të më flasin me tonalitet kundërshtijet, siç e thot këshilltarja juaj. Asoj Zoti i ka falë zon, se me pak e një tjetër ishte qarë. Unë nuk e kuptej për çfarë është nevoja, po për çfarë nevoja me ushtru ndotje akustike. Të lutem, është ndotje akustike me folë këtë dhërë. Kush mos me folë? Unë takoj njerëz për ditë. Vinë, jo vetëm me në lavdru, vinë me thonë edhe një Sonja Shkela, po të lutem ta marrojnë fjalën e thonë në mënyrën më të qytetruar të mundshme. Të lutem, ne nuk punojmë për të mirën tonë, as për damin tonë. Çdo gjë që bëhet për Shkodrën e për shkodrant. Mirë, zonja Shkela, ta marrojnë kryetarja fjalën e saj. Atëherë ju nuk doni me i pa. Po Shkodra i sheh pra, i sheh Shkodra. Në dijenin teme nuk hiqet kush prej punet në bashki për pikpamjet politike. Jam unë, edhe shumë se unë Shkodër, që s'kena pas mundësi, jo më përsun qëtet, po as me hyrë dhe herë në ambientet e bashkisë. As e kam ditë për cilës dhe njët, apo rama apa. Nuk du me e thonë, ashtë hera parë që e thonë publikisht, e s'du me e thonë. E të regol një brejza punë se jemi që kam 13 vende punet. Por jam krenare për vetën, sepse në kemi mësu me jetu e mu për shtatë gjithë rëthanë. Faleminderit për jeshtë. Të lutem, po që për partia demokratike apo parti tjetër këto? Unë më loj në sektor shërbimesh. Mos e këtë gjithë shka personal. Edhe për shërbimet që më loj, jam e gatshme t'i përgjigjem çdo qytetari, çdo antar i Këshillit Bashkiak për çdo pyetje që të keni. Sektor shërbimesh. Ne i ofrojmë Shkodrës shërbime. Jo pikpamje politike. Unë respektuj e të fjallës tu i rikëto, se për që rikëto? Zonja Shkela, të lutem për te kësaj nuk janë diskuton lidhje me problemi që mund t'kena. Të lutem. Edhe ju keni qenë drejtuese politike. Ju. Kryetare. Të lutem, unë edhe herë me sensin më të mirë e qytetar, ju drejtohem të bashkë në mirë në Shkodrës. Nga fondet publike. Ja, nërshon shumë. Jo, nërshojnë, edhe ja nërshon shumë. Mostoni politik. Ai politik koken. Lutem, për te kësaj, zoti Beri. Përshëndetje.
një shqetësim në njësinë administrative e Bërdic. Është rruga që ka qenë rruga ekzistuese e Velipojs, që lidh tre fshatnat Bërdic e sipër me Bërdic e mesme dhe Bërdic e madhe. Dhe besoj që ka nevojë shumë për një ndërhymje ose të paktën të mushen ato gropa sepse ka degradu edhe nuk është ma shumë se 7-8 kilometra prej qendrës së qytetit dhe është një komunitet i madh që në tre fshat na lidhen me atë rrugë dhe e përdorin çdo ditë. Ndoshta një ndërhymje e vogël do të thotë shumë për atë zonë. Për sa i përket sezonit turistik në Velipoj, do të pyetja në ngrytorin, a është menu këtë vit në i datë hapjet sezonit që ketë ma shumë promovim se herë tjera, edhe që në vitin e para premtu një treg fshatarsh për fruta perimet dhe nuk ekziston, ose të paktën atyne që ju kërkohet ke një standard, atyne që ju jepet leja me shit, ke një standard dhe mos të binë aty qa gjejnë në ata t'jen ma estetike pak, sepse është një imazh që e dëmton shumë Velipojin. Edhe diçka të fundit, kjo është si sugjerim ndoshta për nënkryetarin si ish futbollist, duke po një deklaratë publike të kryetarit bashkisë që keni vendos nëse del Vllaznia kampion një shumë, një premio, do t'ju sugjerosha ndoshta është ma e mirë me ju akordu këtë premio që tani në Final Four, që ti motivojmë dhe titulli kampion të thehet në Shkodër mas 25 vitesh. Faleminderit. Atëherë, po bëj një formë pyetjet edhe përgjigje mandej. Nëse më lejohet kryetar, unë do bëj pyetje. Se kjo është me dëshirë përgjigje, sepse nuk më lind kjo për me dhanë ndoshta me kuptuar më shumë përgjigjet më vonë, por si ndiheni që Shkolla do bëhet me 2 hyrje dalje në Shkumë dhe në Ardhe? Si ndiheni për 18 hektar të një parku që besoj përfundon në vitin që vjen? Si ndiheni për Shirok Zogajn që po përfundon? Si ndiheni për pallatet që janë rregulluar etj etj, pra Shkodra sot me muzet dhe me kulturën, sepse kjo është pak edhe nostalgjie, duket sikur hadha dhe mundi poshtë që punojnë për ditë. Në atje dhe e kufizon në disa njerëz që thu vinë nga jashtë qytetit. Pra Shkodra është e hapur dhe nuk ka ngjyra politike apo ngjyra nostalgjike apo fejet, por vendoset, patjetër, vendoset për me u bazu tek meritokracia, pra. Dhe këta aspekt, ose unë shmëllani përgjithë si një është tek investimet që i shef, vetëm këtë deshtë në aspektin e një qytetare dhe të një përfaqësuesi politik. Faleminderit. Përgjigje po për sezonin, edhe Vllaznin, po 2. Për sezonin ne kena thënë përpara vitin që vjen, por çish në ditën që kena filluar që nuk ka hapje se në sezoni. Sa mbyllëm takimin me përfaqësuesin e TEA-s të eventeve, dhe morëm edhe atë që ne kemi dalë qyteti i parë në Shqipëri për sa përket numrit të eventeve, pra po kalojmë në 375 të turizëm, dhe Velipoja futet një nga këto destinacione të cilat nuk ka se ka një hap apo një mbyllje, pra. Presim që të kemi aktivitete sportive bashkë me kampionatin e basketbollit dhe të futbollit, beach soccer, dhe aktivitete që lidhen me muzikën, por nuk ka se do ketë një ditë hapjet, sepse shohim një turizëm gjithvjetor. Lidhet me futbollin, këtë drejt ne kena premtuar sepse lidhet me daljen kampion, edhe besoj se ishte çështje lehtash që do bëjmë sa më shpejt për me pru edhe në këshill do jeni ju që do votoni premium për motivimin e klubit Vllaznia që besojmë në futboll, që besojmë që këtë vit do shpresojmë që të dalin kampion. Faleminderit. Zoja Shestani, pyetje apo diskutim? Ja, me nën kryetarin. Faktikisht investime janë bë, kanë mu bë, gjithmonë kanë, por faktikisht në përgjigjet pyetjes tuaj nga trova pa pak nostalgjik e kisha për
Okej, ish unë kryetar atëherë po vajon një pyetje. mund më Atëherë po vajon një pyetje në këtë kuadër. Si njiheni që deri në Tiranë po na bëhet 10 euro? O zot, inshallah po bëhet Milot Baldre, por na shkon 10 euro me shku e 10 euro me ardh. E kja është besoj shumë kosto për qytetin. Dhe faktikisht po bëhen punime, nuk i bimohit, janë po bëhen dhe shpresoj kanë më bë. Por ura Baqalleku që po bëhet që sa shkërkun në la. Edhin ka shumë gjana në kjo se duna me hi me thanë, pse bëhet e qa po bëhet e. Mirë është që në këtu, unë vazhdoj me insistu, me pru në diskutime, shqetësimet e qytetarëve dhe më mënu bashkarisht me gjetë një zgjidhje për këtë punë. Në kjo se dona me vazhdu mu marë, qa ba dikur, e qa sa ba dikur, e qa po bëhet sot s'kena për të ba kur asi gja. Kja është opinioni jem. Faleminderit. Faleminderit zonja Shestani. Të nderuar nën kryetar, të nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës, qytetar, përfaqësues të medias, me anë Këshillit Bashkiak e deklarimit të mirë. Natën e mirë. Yeah.